Këtë fundjavë fillon pjesa e dytë e fazës së play-offit dhe play-out në ligën e parë të volejbollit në kategorinë e meshkujve. Në fazën e play-off, të tre përballjet pritet të jenë interesante dhe epilogu është i paparashikueshëm, me që të gjitha ekipet luftojnë për një pozitë më të mirë në renditjen e tabelës. Kur dihet se 4 skuadrat e para do të luftojnë titullin e kampionit, ndërsa 3 ekipet e para tani më dihen si Strumica, Shtipi dhe Boreci. Dilema mbetet se cila skuadër do të jetë e katërta: Shkëndija, Universiteti i Tetovës apo Rabotnički. Universiteti i Tetovës përballet me njërin nga pretendentët kryesor për titullin kampion, ekipin UGD Shtipi. Ndeshje kjo që do zhvillohet në sallën sportive të Universitetit të Tetovës. Rabotnički në Shkup është një koqire e kampionit në fuqi, ekipit Strumica. Ndeshja Shkëndija Boreci është anuluar dhe e njëjta do zhvillohet pas 2 javëve. Në ndeshjet e fazës së play-out takohen Janta Volej, Liria, Vesna Probishtip, Makedonia Gjio dhe Susheva Skopje. Vardari është i lirë.